I cilësuar si lumi i egër i fundit në Europë, Vjosa mbart resurse të veçanta për sa i përket ekosistemit natyror dhe zhvillimit të turizmit. Në fundjavë, në Parkun Kombëtar të Vjosës u ndërmor një nisëm për ripyllëzimin e tij, mbjelljen e pemëve të reja duke evituar dëmet e shkaktuara në vite nga natyra dhe dora e njeriut. Janë rreth 8.000 fidan të rinj të mbjellë në disa zona të Parkut të Vjosës, kryesisht drur autokton si rap, plep dhe shelqe. Gjithë filozofia e menaxhimit të kësaj gjendje është përdorimi i llojeve autokton. Gjithë materiali mbjellës u mor nga llojet autokton, nga pemë, nga drur të shëndetshëm, pa sëmundje, të cilët u përdorën si kalem. Fillimisht vjet në këtë kohë që u inaugurua dhe fidanistja, u mboll fidanistja, për të cilën fidanët e rinjëzuar, vjet kalemat e rinjëzuar, u mbollën në objektin e parë të cilën do ta shikojmë tani kur do të bëjmë vizitën në terren, ndërsa pjesa tjetër u bë direkt në mbjellje me kalema nga terreni, në të cilën materiali mbjellës u përdor nga pemët ekzistuese. Gjithë problemi ishte që neve të imitonim natyrën si staurësin. Skema e mbjelljes është e çrregullt dhe vendet, objektet janë të çrregullta. Në mënyrë që duke plotësuar këto njollat të plotësojmë të gjithë sipërfaqen e objektit të Tepelenës. Jemi në zonën Tepelenës, në zonën e Parkut Kombëtar të Vjosës, ku po zhvillojmë një aktivitet ripyllëzimi, një nga zonat që ka qenë e pyllëzuar në fakt, por për shkak të sëmundjes, për shkak të prerjeve, është totalisht e shpyllëzuar. Është një iniciativë që ne kemi ndërmarrë në kuadër të fushatës të shpëtojmë zemrën blu të Europës për të sjellë pyjet vendase në luginën e Vjosës. Në Tepelen, pra në zonën e Shelgut, ne kemi ngritur edhe fidanishten e parë me pemë vendase të Vjosës, ku kemi mbjellur deri tani rep, plep, shelg, pra të gjitha bimë autoktone. Nga fidanishtja, patjetër që ato do të transportohen në natyrë, por në të njëjtën kohë ne kemi pyllëzuar dhe po pyllëzojmë edhe 2-3 zona të tjera po në këtë vend. Sot jemi me një grup të madh njerëzish nga institucione, nga organizata, nga vullnetar, nga shkolla, ku po zhvillojmë dhe aksion të përbashkët pyllëzimi. Me mbjelljen e këtyre pemëve ne po synojmë që të imitojmë natyrën. Çfarë po bëjmë si fillim, në fidanishte mbillen kalema, pra shkopa nga pemët e zonës dhe lihen aty derisa të rrënjëzohen, një proces që zgjat 1 deri në 2 vite, më pas zhvendosen në natyrë. Në të njëjtën kohë po mbjellim edhe në zonë, duke marrë kalema dhe duke u kujdesur për ta. Fillimisht ne i kemi rrethuar për t'i mbrojtur edhe nga baktit edhe nga njerëzit që mund t'i shkelin ose mund t'i dëmtojnë, për aq sa kohë kanë ata nevojë. Kjo mund të zgjasë diku te 5 vjet, 6 vjet dhe më pas, kur ato të jenë të rritura mjaftueshëm, do të hiqet rrethimi dhe mund të zhvendosemi në zona të tjera. Mbjellja e pemëve të reja në Parkun Kombëtar të Vjosës do të vazhdojë me synim rritjen e biodiversitetit dhe reduktimin e rrezikut të përmbytjeve dhe erozionit të tokës.